Miss Shqipëria 2025 ka përmbyllur me sukses fazën e parë të turit tradicional të saj në pjesën juglindore të Shqipërisë, duke filluar me Pogradecin, Korçën e më pas Strugën, me pikësynim kryesisht realizimin e klipeve në zonën e liçenit të Ohurit dhe pjesën turistike të Korçës dhe zonat përreth saj. Vizitat në Pogradec u përqendruan kryesisht në zonën e Drilonit dhe Tushemishtit për të vijuar me një tur mjaft interesant në qytetin e Strugës, ku vajzat realizuan vizita në qytet dhe qendrat historike, duke prekur në mënyrë të paevitueshme liçenin e Ohurit si një nga temat që do të shoqërojnë videoklipet e natës finale, ku kryefjala do të jetë liçen lum det. Nuk munguan ndërkohë dhe emocionet e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Qyteti i Strugës është i privilegjuar që këtë radhë të pres Miss Shqipërinë dhe kryesisht organizatorin kryesor prej vitesh, zotëri Petri Bozon, i cili me ardhjen e tij ka zbukuruar jo vetëm qytetarët e Strugës qytetin, por madje është një impakt pozitiv për turizmin në qytetin e Strugës. Turin po e përjetoj pafund mirë, nuk e kisha pritur kaq bukur, me gocat, me stafin, të gjithë po kalojmë shumë mirë. Turi po shkon përgjithsisht mirë, është pak i lodhshëm, por po mundohem ta menaxhoj. Turi Miss Shqipëria 2025 po vazhdon në ditët në vijim drejt Parkut Kombëtar të Vjosës, duke zbuluar mrekullitë e natyrës dhe mikpritjes shqiptare në zonat e Ersekës, Leskovikut, Përmetit dhe Këlqyrës, deri në finalen e madhe të datës 18 qershor nga amfiteatri i liçenit artificial në Tiranë.